Hidhini tutje ato listat e kontrollit, të paktën për një moment, sepse sot do të shohim pse planifikimi i një auditimi i ngjan më shumë punës së një strategu ushtarak, sesa thjesht asaj të një llogaritariani. Mendojeni pak, a do të niseshit për një mision me rrezik të lartë pa pasur një plan, pa e njohur terrenin, pa pasur një hartë? Absolutisht që jo. E po, pikësisht shtu duhet parë edhe një auditim. Është një mision, dhe në këtë mision, plani është gjithçka. Dhe ja, harta jon për sot. Së pari do të flasim për vetë planin, pra si hartohet udhërfyesi, më pas kalojmë në fazën e zbulimit, ku njohim klientin, pastaj identifikojmë kërcënimet, pra vlerësojmë rreziqet. Mëtej shohim se si ti përgjigjemi këtyre rreziqeve, dhe në fund e mbyllim me një shembull nga jeta reale për ta bërë gjithçka më të qartë. Okej, leti futemi punës. Pjesa e parë, vetë plani. Dhe dua të jemi të qartë. Ky nuk është thjesht një dokument burokratik. Jo. Ky është themeli mbi të cilin ndërtohet i gjithë besimi te pasqyrat financiare. Ky është një rregull i artë me të vërtetë. Pa një strategji të qartë dhe një plan të detajuar, nuk ke ku shkon. Një plan i mirë strukturuar i jep auditorit atë drejtimin e duar, e ndihmon të fokusohet aty ku ka vërtet rëndësi dhe e ruan nga humbja në detaje të vogla e të parëndësishme. Ja pra, ky është pak a shumë i gjithë procesi i auditimit, i paraqitur vizualisht. Tani mund të duket pak i njarkuar me gjithë këto kuti dhe shigjeta, por mos u shqetësoni. Ideja kryesore është kjo. Gjithçka nis me planifikimin, pastaj vazhdon me punën në terren dhe përfundon me raportin. Ky është udhërrëfyesi i madh, le të themi. Për sot, ne do të fokusohemi pikërisht te këto fazat e para, pra te planifikimi, njohja e klientit, vlerësimi i rreziqeve dhe procedurat fillestare. Këto janë në thelb zemra e strategjisë së auditimit. Nëse këto hapa nuk bën siç duhet, i gjithë procesi mund të shkojë keq. Tani, le të kalojmë në fazën tjetër, zbulimi. Kjo është pjesa ku auditori, le të themi, heq kapelen e llogaritarit dhe vë atë të detektivit. Dhe cili është misioni? Të kuptoj klientin aq thellë, ndoshta edhe më mirë se sa ata e kuptojnë veten. Dhe kjo është absolutisht pika kyçe. Nuk mund të planifikosh në errësirë. Pa e njohur klientin, nuk ke çfarë planifikon. Të kuptosh biznesin, industrinë ku operon, madje edhe njerëzit që e drejtojnë, ky nuk është thjesht një hap procedural. Ky është themeli për gjithçka që do të bëjmë më pas. Pra, si e bëjmë këtë punë detektivi auditorët? E po, ata nuk ulen thjesht para kompjuterit duke parë shifra. Jo, ata flasin me menaxhmentin, bëjnë procedura analitike për të parë trendet, shkojnë në terren, bëjnë mbrojtime, inspektime, madje flasin edhe me palë të treta si avokat apo bankier. Çdo detaj i vogël është një pjesë e puzzle-it të madh. Okej, kemi mbledhur informacionin, tani vjen pjesa ku duhet mendojmë pak ndryshe. Le të themi, duhet mendojmë si dikush që do donte të fshihte diçka. Ku mund të shkojë diçka keq? Ku mund të fshihen problemet? Kjo është faza e identifikimit të kërcënimeve ose rreziqeve. Dhe në fakt, e gjithë kjo fazë e ndërlikuar mund të përmbledhet në një pyetje të vetme, por jashtëzakonisht të fuqishme. Çfarë mund të shkojë keq këtu? Duke për këtë pyetje, auditori ndryshon totalisht rolin e tij. Nuk është më thjesht një verifikues pasiv, por bëhet një analist aktiv dhe kritik. Le të flasim për llojet e rreziqeve. I pari është rreziku inerent. Për ta kuptuar më lehtë, mendojeni si rrezikun e të pasurit një shtëpi në një zonë me tërmete. Disa biznese, për shembull, si startupet e teknologjisë, janë thjesht më të rrezikuara nga natyra e tyre. Pra, rreziku ekziston para se ne të flasim fare për kontrolle. Është pjesa e ADN-së së biznesit. Më pas, kemi rrezikun e kontrollit. Tani, nëse rreziku inherent ishte tërmeti, kontrollet e brendshme janë si sistemi antisizmik i ndërtesës. Pra, pyetja këtu është, a janë këto kontrolle, këto rrjeta sigurie të kompanisë, mjaftueshëm të forta për të parandaluar ose kapur një gabim? Rreziku i kontrollit është pikërisht mundësia që këto sisteme të dështojnë. Mirë, identifikuam rreziqet, pra kërcënimet. Po tani, çfarë bëjmë? Thjesht i shënojmë në një letër dhe e presim të ndodhë më e keqja? Sigurisht që jo. Tani është koha për të vepruar, për të dizajnuar përgjigjen tonë. Dhe parimi këtu është shumë i thjeshtë në fakt. Përgjigja jonë varet drejt për drejt nga niveli i rrezikut që kemi gjetur. Nëse rreziku është i lartë, përgjigja jonë duhet të jetë intensive, pra më shumë punë, më shumë teste, më shumë prova. Nëse rreziku është i ulët, atëherë edhe qasja jonë është më e fokusuar dhe më efikase. Kjo na sjell të dy armët kryesore në arsenalin ton: testet e kontrolleve dhe procedurat thelbësore.
Për ta kuptuar dallimin, mendoni kështu. Testet e kontrolleve janë si të kontrollojmë nëse alarmi i zjarrit në ndërtesë po funksionon siç duhet. Ndërsa procedurat thelbësore janë si të hyjmë në çdo dhomë dhe të kontrollojmë vetë nëse ka rënë zjarr. Pra, njëra teston sistemin mbrojtës, tjetra kërkon direkt për problemin. Mirë, mjaft me teori. Le të shohim se si gjithë këto koncepte duken në botën reale. Dhe do ta bëjmë këtë me një shembull që besojeni nuk do ta harroni lehtë. Le të kthehemi pas në vitet 80. Kompania quhej ZZZ Best. Në sipërfaqe ishte mishrimi ëndrrës amerikane, një kompani për pastrim tapetësh e themeluar nga një adoleshent super karizmatik që po rritej me shpejtësi marramendse. Por, prapa kësaj fasade dhe zulluese, realiteti ishte krejt tjetër. Pjesa më e madhe dhe më sfitimprurse e biznesit të tyre, që supozohej të ishte restaurimi i ndërtesave, thjesht nuk ekzistonte. Ishte e gjitha një gënjeshtër, kontrata fiktive, projekte fantazëm të krijuara vetëm për një qëllim të mashtronin investitorët dhe edhe auditorët. Dhe fundi ishte katastrofik. Vlera aksioneve ra nga $211 milion në zero. Mësimi këtu, sidomos për auditorët, ishte tepër i dhidhur. Po të kishin bërë vetëm një gjë, të shkonin dhe të vizitonin fizikisht vendet ku supozohej se po bëheshin punimet, do ta kishin kuptuar se gjithçka ishte një mirazh. Kjo tregon se të njohësh operacionet e klientit tënd nuk është thjesht një pikë në listë, është mburoja jote kryesore. Atëherë, le t'i përmbledhim shpejt. Cilat janë mësimet kryesore? E para, plani është themeli i çdo gjëje. E dyta, duhet ta njohësh klientin thellësisht para se të veprosh. E treta, duhet mendosh gjithmonë çfarë mund të shkojë keq, pra të identifikosh rreziqet. Dhe e katërta, përgjigjja jote, pra puna jote, duhet të jetë të përshtatur me ato rreziqe. Këto nuk janë thjesht hapa, janë shtyllat e një auditimi të mirë. Kështu që, mbajeni mend, një auditim i mirë nuk ndodh rastësisht. Ai është gjithmonë rezultati një plani të shkëlqyer,